Mirë, jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Do të lidhem tani me pedagogun Ergjys Mërtiri për diskutuar lidhur me deklaratat e zotit Wend nga Senati Amerikan dhe po ashtu me zhvillimet shumëta politike në vend. Ergjys, përshëndetje, faleminderit shumë për prezencën dhe kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pak më herët, disa minuta më herët, po duket se zoti Wend vion të qëndrojë në Senat teksa është duke për post faktit ka prezantuar figurën e tij, është pyetur shumë sa i takon asaj se nëse do të zgjidhej si ambasador i Shqipërisë, çfarë do të mund të bënte më mirë dhe si do të ishin relatat dhe marrëdhëniet që do të mund të krijonte. Ka patur një interes të shtuar në fakt ndaj zotit Wend, teksa është pyetur për SPAK, institucionin e drejtësisë në vendin tonë, ku ai pohoi se nuk kam patur marrëdhënie të drejtë për drejtë me këtë institucion, po sigurisht kam lexuar dhe jam mirë informuar shumë mirë për të, duke e konsideruar si një institucion të pavarur apolitik dhe garantoj një mbështetje të plotë dhe maksimale për të gjithë prokurorët atje. Do të luftojmë korrupsionin, kartelet e drogës që kanë lidhje me Meksikën, do të mbështesim progresin e Shqipërisë për sigurimin në NATO, do të kemi iniciativa të përbashkëta, Shqipëria do të përfitojë shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të mbështesim po ashtu edhe bizneset amerikane në vendin tonë. Si sheh këto deklaratat të tij? I shoh si deklaratat vimësisë së politikës amerikane këtu. Sigurisht ka një ndryshim politika e Trumpit në politikën me atë çfarë është bërë deri tani. Duket që deklaratat e ambasadorit të ri janë më të përmbajtura për çështjet e brendshme, duket që shfaq një lloj mungese interesi për zhvillimin politike brenda vendit. Sigurisht mbron integrimin e vendit në BE, që është sigurisht është politikë normale të gjitha forcave në SBA. Por sigurisht lufta kundër krimit të organizuar, e cila shpesh lidhet me politikën, do të jetë në qendër të vëmendjes dhe mbështetja e fortë që ai duket se do të jap SPAK, do të thotë që kjo politikë e SBA në mbështetje të korrupsionit që ai nuk e përmend, por që rrjedh nga kontaktet e pushtetit me grupet e krimit të organizuar, do të jetë në mbështetje të plotë. Kështu që shoh që do të vijojë e njëjta politikë që ka vazhduar deri tani. A është ky edhe një po. Me të vetmin ndryshim mendoj që nëse deri tani kemi pasur një të ngarkuar me punë, e cila sigurisht që nuk ka pasur dot fuqinë të veprojë dhe aq saç do vepronte një ambasador, tashmë kemi një ambasador të emëruar i cili ka fuqinë të veprojë dhe ka madje edhe hapësirën e vet të veprimit, duke qenë se ka mandatin dhe është i autorizuar për të vepruar edhe vetvetiu, që do të thotë që politika amerikane do jetë më prezente dhe më e fortë, por në të njëjtën rrugë, në të njëjtën vimësi qëndrime që janë mbajtur deri tani. Është ky një mesazh shumë i fortë që do të vërë në punë politikën shqiptare? Unë besoj që më shumë se ta vërë në punë është një mesazh i cili në një farë mënyrë edhe e dekurajon politikën shqiptare për të luftuar kundër SPAK-ut dhe drejtësisë së reformuar, e cila është duke hetuar praktikisht krerë të lartë politikës shqiptare. Pra që do thotë me ardhen e ambasadorit të ri, sigurisht që kjo është një goditje për politikën e korruptuar shqiptare, e cila është në kundërshtim dhe në luftë, në betejë me institucionet e reja të drejtësisë. Ergjys, fakti që ndërpyetjet e para kishin të bënin me SPAK-un për zotin Wend, tregon, është ky një tregues i qartë që çështja e korrupsionit, e karteleve të drogës, e njerëzve të korruptuar në vendin tonë dhe kryesisht njerëzve të rëndësishëm që vinë nga radhët e politikës, është një nga çështjet dhe temat që do të jetë në fokus kryesor të Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë besoj që po, dhe kjo është e dukshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë këtu në prioritet institucionet e reja të drejtësisë, të cilat i kanë ngritur pikërisht për të ndryshuar politikën shqiptare. Sigurisht ndoshta jo për ndonjë interes të Shqipërisë, sesa edhe për faktin që ata kërkojnë të garantojnë stabilitetin në vend, dhe ky stabilitet nuk garantohet me politikën e vjetër të korruptuar dhe me lidhje të dyshimta. Aq më tepër kur në vend ka një sundim të tmerrshëm të krimit organizuar, i cili sigurisht është i pakontrollueshëm nga çdo lloj politike dhe sigurisht edhe nga ajo ndërkombëtare. Në këtë kuptim unë besoj që kjo do të vijojë dhe sigurisht SPAK-u është themi gjua ku dhe mdhëmbje dhe ku sigurisht është përqendruar pjesa më e madhe e vëmendjes së Shtetit Bashkuara në Shqipëri.
që thot nga njëra anë është mbrojtje e SPAK-ut, pra që do thotë që ato hetimet të cilat kanë nisur ato do të vazhdojnë pavarësisht presionit të madh dhe luftës të madhe që ka bërë politika majtas dhe djathtas kundër SPAK-ut, por nga ana tjetër është një mbrojtje që përcjell mesazhin që SPAK-u është një institucion i pavarur, pra nuk është një institucion i kontrolluar nga qeveria siç thot Sali Berisha, as një institucion nën pushtetin e Sali Berishës siç thot Edi Rama në shumë raste. Pra, që thot akuzat që të dyja palët bëjnë ndaj SPAK-ut sikur i përket tjetrës, përgënjeshtrohen nga Shtetet e Bashkuara dhe nga politika që Shtetet e Bashkuara do të mbajnë, duke treguar apo duke dëshmuar për shqiptarët dhe për publikun amerikan se SPAK-u është një institucion që nuk i shërben as Ramës as Berishës, por përkundrazi është në konflikt me ta për sa kohë ata janë subjekt hetimesh penale për shkak të veprimtarisë të tyre korruptive. Besoj unë sot janë shuar paka shumë edhe ato zëra që kanë patur ose e kanë interpretuar në formën që SPAK-u mund të ketë humur deri diku mbështetjen e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot është konfirmuar që SPAK-u ka mbështetjen maksimale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe madje të paktën nga deklaratat që zoti Wend bëri duke se ishte i mirë informuar sa i takon çështjeve shumë të nxehta që e karakterizojnë vendin tonë, krimi, korrupsioni edhe politikanët prapa hekurave. U pyet për investimet në Shqipëri, investimet që kanë të bëjnë besoj unë me krimin dhe edhe korrupsionin në vend. Zoti Wend tha se nuk është se kam një informacion në lidhje me këtë gjë, por detyra ime është të lehtësoj bizneset amerikane dhe sa po të jem në terren, sigurisht që do të mund të informohem dhe mirë informohem akoma më shumë në lidhje me atë se çfarë realisht ndodh në vendin tonë. Ke një koment për këtë deklaratë të ti? Po sigurisht dhe kjo është në vimësi të politikës që është bërë tani. Patjetër që SBA-t interesohen për të mbrojtur bizneset e tyre sepse kjo është politikë e tyre dhe kjo është normale. Por nga ana tjetër kjo politikë e SBA-ve në mbrojtje të bizneset e tyre është edhe në të mirë të vendit, për shkak se kjo në një farë mënyrë do të jetë një dorë e cila do të ndërhyjë për të garantuar edhe klimën e biznesit në vend, sepse në thelb, duke qenë se politika ka qenë tmerrsisht korruptive, tmerrsisht ndikuese në tregun e lirë dhe duke qenë se politika me flirtin e saj, me flirtet e saj ndaj krimit të organizuar, ndaj monopoleve të sunduara nga faktorë të ndryshëm korruptiv dhe kriminal, patjetër që luftat e tyre do të çlirojë hapësira ku përveç bizneses amerikane do krijohen hapësira, besoj unë, edhe për biznese tjera, për shiktu edhe biznese shqiptare. Pra që do të thotë klima e biznesit do të përmirësohet nga lufta që bëhet kundër kapjes së tregjeve nga krimi dhe korrupsioni. Do të ndikojë shumë në investimet amerikane në vendin tonë. Ka gjasa që zoti Wend, nëse do të zgjidhet gjithmonë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në vendin tonë, të zhgënjehet sa po të njohë terrenin shqiptar? Nuk besoj, sepse besoj që zoti Wend është aq informuar sa që të di dhe të njohë dhe të ketë qartë që ky është vend me shumë probleme, me nivel të lartë korrupsioni, me nivel të lartë krimi etj dhe të mos funksionimit të ligjit etj. Mjafton fakti që është një vend që ka një prokurori dhe një gjykatë speciale për të dënuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Kjo afërmend të shtyn të mendosh që këtu gjërat nuk janë aq normalisht sa në vende të tjera. Domethënë për sa kohë ne detyrohemi ta luftojmë me mjete specifike krimin dhe korrupsionin dhe jo me mjetet normale të natyrshme si në çdo vend tjetër të botës. Pastaj për më tepër sigurisht që nuk është thjesht ambasadori ai që do të bëj punën, sepse ambasada ka struktura, ka shërbime, ka çdo gjë dhe ambasadori thjesht shfaq dhe shtyn përpara vullnetin e tij për të ndryshuar brenda kornizës që i përcakton politika lart, pra nga departamenti i shtetit. Në këtë kuptim, nuk besoj që do të ketë ndonjë habitje të madhe, është vazhdimsi e asaj që politika e Trump ka shfaqur deri tani. Beson se këtë herë do të ketë Amerika një influencë akoma dhe më të madhe se që mund ta ketë patur deri më tani me të ngarkuarit me punë që ka patur në vendin tonë përgjatë këtyre viteve, me një ambasador të mirëfillt? Po, besoj që po. Është një ngarkuar me punë, nuk e ka atë fuqi apo atë dhe vullnet për të vepruar, sepse në fund fare është thjesht i përkohshëm, është i pamandatuar plotësisht dhe sigurisht që vepron brenda një kornize më të kufizuar. Një ambasador sigurisht një figurë më e lartë, ka dhe autoritetin e dur, por ka dhe themi hapësirën e nevojshme për të vepruar edhe në mënyrë të pavarur për aq sa i lejohet brenda
etikës profesionale të tij, domethënë. Kështu që sigurisht që shoh që ardha një ambasadori ose gjykoj që ardha një ambasadori nuk e lë më Shqipërinë në kuadër të një themi vendi jashtë vëmendjes së Shtetit Bashkuara ku nuk ka as ambasador, por tashmë sigurisht vëmendja kthehet në normalitet. Dhe kjo sigurisht që është gjë pozitive për shumë prej proceseve që kanë nisur të shtyra nga SBA. Ergys, referuar politikës së presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe qasjes që ai ka në fakt edhe për Shqipërinë, kush do të jetë pala politike më shumë e cënuar dhe ajo që do të ketë në thonjza disa të mira që mund t'i vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë është komentuar në raport me non gratën e zotit Berisha dhe nga ana e Partisë Demokratike ka një lloj egzaltimi se pritet një lajm i mirë edhe për statusin e tij non grata, nga ana tjetër e kanë komentuar se do të ketë lajme të këqija për maxhorancën. Ti i interpreton kështu apo keti një pritshmëri të tillë në raport me atë se çfarë mund të ndodh pas ardhjes së ambasadorit? Po pikë pare unë nuk e shoh punën e ambasadorit shumë të lidhur me politikën e zotit Trump. Sigurisht zoti Trump ka përcaktuar disa linja të përgjithshme që është MAGA, America First dhe përpjekjet për të mos u marrë shumë me punë të tjerëve, por sigurisht nga ana tjetër politika e Departamentit të Shtetit ka vazhduar të këmbgul tek lufta kundër krimit të organizuar, mbrojtja e spakut dhe sigurisht çfarë do të thotë që ato procese të shtyra ose të nisura nga administrata Biden, por që në fakt janë të iniciuar më herët që nga kur Trump ishte para zotit Biden, do të vazhdojnë. Unë nuk besoj që do ketë një ndryshim dhe nuk ka kuptim të ketë një ndryshim. Këtu është pretenduar gjithmonë që politika amerikane ka ndryshuar dhe këtë e ka përdorur zoti Berisha për të thënë që tashmë unë jam i fortë se do kem SBA-n mbrapa. Në fakt ka rezultuar e kundërta, politika e zotit Trump ka vazhduar të jetë një soi pak a shumë se ajo e zotit Biden në raport me Shqipërinë. Në raport me zotin Berisha si do të jetë? Në raportin me zotin Berisha unë besoj që non grata do të vazhdojë, nuk ka asnjë kuptim, asnjë arsye për t'u hequr, sepse mjafton të mendojmë diçka që edhe nëse është marrë gabim masa e shpalljes non grata ndaj zotit Berisha, edhe nëse është ashtu si thot Berisha, një investim i Sorosit apo i lobingjeve anti-shqiptare etj që është një prall, një fabul që nuk është shumë bindse. Por edhe në qoftë kështu, në thelb ajo çfarë do ta bënte të pamundur është fakti që SBA duke janë një shtet që sot bëjnë diçka dhe nesër e anullojnë atë që bën, sepse ndryshe do të ishte një shtet jo serioz. Unë besoj që non grata është marrë mbi fakte të caktuara, të cilat sigurisht që nuk mund të mohohen nga pala tjetër, sepse nuk mundet që shteti amerikan të dalë sigurisht një shtet banal, a kuptoj që merr vendime thjesht i shtyr nga lobijve duke gënjur publikun ndërkombëtar, duke i vendosur damka të tjerëve me të pa drejtë. Sigurisht Shtetet e Bashkuara bëjnë padrejtësi dhe kjo nuk ka pikë dyshimi në vende të ndryshme. Por kjo nuk do të thotë që faktet që nxjerrin janë të mohueshme dhe aq më tepër të ndryshueshme nga politika në politikë, sepse përndryshe pastaj ajo do të dëmtonte vetë politikën amerikane dhe do ta shfaqte Departamentin e Shtetit si jo serioz në sytë e të tjerëve. Sigurisht ka raste që janë hequr non grata, po janë hequr në kompromis kur pasi personi non grata është larguar nga politika. Pra në momentin që ai nuk i bën më dëm interesave amerikane sepse është larguar nga politika, siç është rasti Dodikut në Bosnjë Hercegovinë, pra i influencave serbe që kërkojnë të destabilizojnë Ballkanin, sigurisht në këtë rast hiqet kur ai tërhiqet. Po për sa kohë zoti Berisha vazhdon të jetë aktiv dhe vazhdon të thotë nuk tërhiqem, unë do shkoj deri në fund, do bëj revolucion etj, sigurisht që më duket e pakuptim që SBA të tërhiqen nga shpallja non grata. Aq më tepër pastaj kur unë nuk besoj që ka dyshim njëri që non grata ka një dosje për cilën është folur dhe dihet në SBA, ku sigurisht nuk besoj që ajo dosje është pa fakte. Si është ardhmen e maxhorancës së sotme Partisë Socialiste, zotit Rama me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe marrëdhënien sot? Po, unë besoj që marrëdhëniet e zotit Rama nuk janë të mira, pavarësisht se zoti Rama përpiqet të përdorë çdo mjet për të rregulluar me sa të mundet, për t'i mermetuar marrëdhëniet e tij me SBA-t.
e dukshme është fakti që zoti Rama po përpiqet që nëpërmjet dhëndrit të zotit Trump të ndikojë tek ai. Megjithatë, nuk duket se kjo ka rezultuar fort e suksesshme. Sigurisht kemi mungesë të vizitave të zotit Rama në SBA, kemi mungesë të kontakteve të larta të zotit Rama, gjë që nuk ka qenë më parë. Dhe sigurisht që kjo është e kuptueshme për vetë faktin që përderisa Shtetet e Bashkuara mbështetin SPAK-un, i cili sot është armiku kryesor i Ramës, e para, dhe e dyta, Shtetet e Bashkuara mbështesin luftën që SPAK-u po bën kundër krimit të organizuar, ku përfshihen edhe figura të larta të kësaj qeverie, bashkëpunëtor shumë ngushtë të zotit Rama. Patjetër që kjo tregon që marrëdhëniet e zotit Rama me SBA-t nuk janë aq të mira. Por fati vetëm që ka zoti Rama në këtë mes është që marrëdhëniet e SBA-s me rivalin e tij në thonjza, se për mua nuk është rival, zotit Berisha, janë edhe më të këqija se ato të zotit Rama, dhe kjo është i vetmi garanci që ka zoti Rama. Por kjo garanci sigurisht nuk mund të vazhdojë shumë gjatë, sepse gjërat ndryshojnë në politikë, dhe kjo nuk do të thotë që ai do të vazhdojë të jetë i mbrojtur nga këmisha që quhet Berisha, sepse fati i Berishës mund të ndryshojë nesër, në kuptimin që mund të eliminohet nga skena politike në një mënyrë apo një tjetër, apo mund të ketë dhe probleme brenda vetë Partisë Socialiste, ku sigurisht amerikanët mund të ndërhyjnë dhe situata tektonike të bëhet e paqëndrueshme për zotin Rama. Okej, mirë, meqense folëm për marrëdhënie dhe raportet që do të mund të pritet nesër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po ashtu pasardhjes së ambasadorit amerikan në vendin tonë, sigurisht që duhet ndalen pak tek situata politike në vend dhe konkretisht tek Partia Demokratike. Tek zoti Berisha, sepse të shtunën, në mos gaboj, në datën 23 janë zgjedhjet ose referendumi në këtë forcë politike, ku duket se zoti Berisha pas skualifikimeve edhe përjashtimeve nuk ka asnjë kandidat përballë për ta quajtur atë një garë të vërtet për kreun e kësaj force politike. Si e sheti të ardhmen e kësaj force politike dhe të zotit Berisha brenda saj në drejtimin e tij? Po, sigurisht që e ardhmja nuk mund të jetë mirë për sa kohë tashmë opozita është jo vetëm non grata, jo vetëm e përçarë, jo vetëm me probleme, jo vetëm themi në nivelin më të ulët të besueshmërisë publike që ka qenë ndonjëherë, me nivelin më të ulët të votueshmërisë në zgjedhje, dhe jo vetëm një opozitë e cila tashmë nuk mban përgjegjësi për humbjet e thella dhe nuk reformohet dhe nuk pranon, nuk denjon të ndryshohet dhe transformohet dhe të ecë me ritmin e kohës dhe të përgjigjet kërkesave të kohës. Por tashmë kësaj shtohet dhe një opozitë e cila nuk bën më asë zgjedhje. Dhe ku personi i cili është ngërçi, problemi që ka kapur partinë dhe nuk e lë atë të zhvillohet dhe të konkurojë përballë një qeverie kaq dobët sa kjo e zoti Rama, është aty i pa arrëzueshëm sepse nuk bën më zgjedhje. Pra kjo sigurisht është një lajm i keq dhe kjo tregon që kjo parti tashmë është jo më thjesht e kapur, por është një parti e cila në mënyrë të dukshme tashmë pengon çdo zë kritik, çdo zë kundër, çdo zë ndryshe brenda saj, sepse trembet nga çdo puhiz kriticizmi apo puhiz diversiteti që mund të fryjë brenda asaj partie. Pra duhet që zoti Berisha ta mbajë pushtetin atë parti, të dëgjohet vetëm ekoja e zërit zotit Berisha brenda saj, sepse çdo zë tjetër e kërcënon stabilitetin e tij brenda asaj partie. Kjo do thotë që në kushte të mjerueshme ku është ajo parti, shto këtu edhe faktin që tashmë nuk kemi të bëjmë as më me një parti demokratike, po thjesht me një parti autokratike të drejtuar në mënyrë të hekur nga zoti Berisha, që nuk lejon asgjë të pipti kundër tij. Sigurisht që kjo e bën akoma dhe të pabesueshme dhe i bën njerëzit akoma shumë të largohen nga opozita. Është një opozitë e cila për të rivalizuar Ramën duhet bëjë të kundër, do të hapet, të zgjerohet, të pranojë të ndryshme, të pranojë të tjerë, të pranojë ata që s'janë demokratë i pranojë. Kjo edhe demokratët i përjashton. Imagjino tashmë se si mund kjo të konkurojë dhe të dalë përballë Ramës në zgjedhje. Një pjesëmarrje e ulët e atyre që do të votojnë të shtunën për të zgjedhur kreun e kësaj force politike, do t'ishte në thonjza, po përdor termin tuaj, një formë kërcënimi për Partinë Demokratike dhe vetë zotin Berisha, që pastaj do të mund të sillte situata të tjera që do ta cënonin në një farë forme, do ta dobësonin dhe akoma më shumë? E ke parë në këtë prizë?
Po sigurisht një pjesëmarrje e ulët do ishte një goditje për zotin Berisha, por zoti Berisha nuk pyet më për këto goditje sepse atij mjafton që ta mbajë atë edhe në mënyrë të paskrupull edhe në mënyrë dukshme të padrejtë. Pra nuk ka zoti Berisha nuk po punon më për ta trukuar imazhin e tij. Ai po vazhdon ta mbajë me dhunë partinë dhe kaq. Dhe duke mbajtur me dhunë partinë, ai thjesht kërkon të mbajë me dhunë monopolin mbi opozitën, që të jetë aty faktor dhe të qëndrojë aty mos ikë nga politika. Kaq, kjo është ajo që kërkon zoti Berisha. E kuptoj, pa, do të mund ta mbante, do të me dhunë edhe në vimësi nëse do të krijoheshin divergjenca, një polaritet i jashtëzakonshëm brenda kësaj force politike. Se edhe kjo duket se nuk është kaq e lehtë për zotin Berisha. Sigurisht, Berisha tashmë mendoj unë nuk po përpiqet as ta trukojë imazhin e tij, por çfarë bën? Kërkon ti kërcënoj njerëzit se që kush hap gojën do psoj fatin Saliani, do vetë përjashtohet, siç është vetë përjashtuar Saliani. Pra kjo është, por kjo unë them ka dy probleme, domethënë nuk e dia do ta mbaj dot zotin Berisha, po me këto mjete mund ta mbaj sepse me shpurën e tij të servilëve patjetër që pra njerëzit që pranojnë gjithçka që ai bën, mjafton të jenë aty kandidat për deputet në listat e ardhshme dhe sigurisht ai mund ta mbajë partinë kështu, por problemi qëndron a do jetë më parti kjo, ajo do jetë më kjo Partia Demokratike, sepse të gjithë njerëzit e pakënaqur nesër mund shkojnë tek një parti e re që mund të hapet dhe Partia Demokratike kthehet pastaj thjesht në një partish të vogël ku elektorati pastaj shkon diku tjetër. Pra, ky është problemi dhe zoti Berisha po lufton që krahas mbajtjes me dhunë partisë të përpiqet të vrasë politikisht çdo embrion faktorizimi të një opozite të re. Domethënë qofshin këto tek partitë e reja, qofshin këto tek njerëzit që kanë ikur tashmë nga PD-ja për të mos i lënë ata të organizohen dhe të bëhen bashkë dhe të krijojnë një realitet të ri politik. Do doja koment sa i takon letrës që zoti Saliani në fakt i ka dërguar Parlamentit Popullor Evropian në lidhje me situatën brenda Partisë Demokratike, po edhe vetë përjashtimit të tij, ke një koment në lidhje me këtë letër edhe si e sheti raportin e Salianit me Partinë Demokratike nesër? Po kjo është gjë e dur mendoj. Unë madje kam qenë në një debat para disa javësh me zotin Saliani dhe i kam pyetur pse nuk e bën këtë gjë, sepse akoma nuk kish marrë dhe aty pohoj që po do ta jam duke parë dhe do ta bëj. Pra, kjo është gjëja më normale. Domethënë nuk mund ta uzurposh partinë dhe pastaj të shkosh tek aleatët e tu dhe të shitesh sikur ti opozita që po të dhunojnë. Ndërkohë që ti po dhunon zëra ndryshe brenda partisë tënde. Kështu që sigurisht kjo është gjë e mirë sepse do jetë një presion për zotin Berisha, sigurisht zoti Berisha nuk do të heq dorë sepse zoti Berisha në fakt e pati një dalje edhe një reagim në lidhje me këtë gjë kur thanë se letrat e shkruara nga zyra e kryeministit Rama nuk është se përbën një kërcënim për Partinë Demokratike dhe për mua konkretisht, kështu që ke një koment për këtë qëndrim të tij? E shqetëson apo nuk e shqetëson një gjë e tillë zotin Berisha? Patjetër që e shqetëson, por zoti Berisha kërkon t'ju thotë njerëzve që kjo mua nuk shqetëson. Pra t'ju thotë mos mbani shpresë tek tjerë sepse unë do vazhdoj me këtë timen. Pra është prapë në gjuhë kërcënuese. Në thelb, sigurisht, kjo zoti Berisha nuk do ta tërheqë nga rruga, sepse zoti Berisha nuk do të pyes për asgjë, do të vazhdoj të mbaj partinë, sepse përndryshe po i lëshoj rrugë Salianit, do detyrohet të lëshoj partinë. Por gjithsesi, duke u dëmtuar në këtë pikë, do shtoj zërat, do shtoj pakrejësitë dhe në fund fare sigurisht që mund ndodh që edhe partitë e PPS ta ndrojnë, ta zëvendësojnë Partinë Demokratike me një parti të re, të djathtë, e cila mund të antarësohet dhe të jetë ajo zëri i Shqipërisë në këtë organizata, që janë të vetmet organizata ku zoti Berisha merr lobon për të marrë ndonjë rezolut të vockël, që sigurisht nuk ka as ndonjë vlerë të madhe, por atë trumbenton si fitore të madhe, si rezultat ose si një lloj mbështetje ndërkombëtare që zoti Berisha ka. Kujtojmë në 2 rezoluta që janë bërë, sigurisht të lobuara në organizatat e partive popullore të djathta. Ergys, me mirë kuptimin tënd, bëjmë një shkëputje publicitare dhe rikthehemi. Patjetër. Rikthehemi në studio në transmetim të drejt për drejt. Rilidhemi edhe një herë me pedagogun Ergys Mërtiri. Ergys, jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Kam edhe një pyetje të fundit në raport me opozitën, në raport me zotin Berisha.
Kryengritje paqësore i ka cilësuar zoti Berisha ato që do të mund të ndodhin në vijim pas zgjedhjeve të 23 majit për të zgjedhur kryetarin ose për të rikonfirmuar si kryetari i kësaj force politike. Si sheh këto deklarata për kryengritje? Po këto tashmë janë në kuadër të shisharakës, sepse kryengritje kur ti gjithmonë më pak njerëz kanë shesh dhe madje as 2000 vet nuk ishte herën e fundit, do të thonë nuk e di çfarë është kryengritje. Nëse ti merr 2000 antar partie, mbani jo antar, po aktivist strukturash partijake dhe pra as struktura duke nxjerr dot se PD-ja ka shumë më tepër se 2000, ka rreth 7000 e kusur kryetar seksionesh e grup seksionesh, domethënë ti nuk nxjerr dot as gjysmën e strukturave me pozitë brenda partisë tënde, atëherë cila është kjo kryengritje, domethënë për çfarë kryengritje bëhet fjalë? Nuk ka sens. Pra kjo është thjesht nivel qesharak tashmë. Berisha duhet bëj sikur po bën luftë, ndërkohë që është totalisht i falimentuar dhe nuk ka çfarë bën. Pra kërkon thjesht të trukoj pa fuqinë e vet me idenë që ai po lufton dhëm për dhëm me armikun. Po kjo në fakt është banale sepse tashmë të gjithë po e kuptojnë dhe të gjithë po qeshin me mënyrën se si Berisha impostohet si i fortë në kulmin e dobësisë vet. Votimi unanimisht për rezolutën e integrimit europian në parlament të njëjtën e kaluar ishte një tregues si e atyre ose përforcues si atyre zërave se kur ata duan din të bëhen bashkë, kanë fjalën këtu për opozitën dhe majorancën? Është tregues i faktit që Berisha nuk ka seriozisht gjërat që bën. Nëse ne do marrim seriozisht atë çfarë ai thotë dhe përpjekjet e tij për të inskenuar një konflikt me zotin Rama, duke bërë protesta me molotov, me goditje, me deklarata agresive, me deklarata që thonë do shkojmë surret, do ta kapim, do ta bëjmë, ai po dridhet e tjerë, dhe nga ana tjetër ti shkon në parlament dhe voton një rezolutë e cila nuk është se është aq e domosdoshme për vendin, sigurisht për sa i përket integrimit nuk ka pse opozita dhe pozita të mos bashkëpunojnë, por nuk është se themi e ardhmja e integrimit varesh nga kjo rezolutë. Dhe kjo tregon thjesht që gjithçka që bëhet është thjesht show spektakël, në fakt ta prekosh bashkëpunojnë me njëri tjetrin, prekosh bashkë po bëjnë reformat më të rëndësishme në këtë vend, të cilat kam bindjen që do jenë në dëm të shqiptarëve në tërësi dhe në dobi të dy palëve. Siç ishte reforma elektorale që bëri para zgjedhjeve të 11 majit, ku u vendos që të dy palët të ndajnë në llokat e mëdha duke goditur të vegjëlit dhe përpasoi Rama sot ka 84 mandate, më fal, ka 83 mandate. Ashtu dhe do të vazhdojnë bëjnë një reformë tjetër elektorale ku do përpiqen të vendosin prag elektoral për partitë e vogla ose do shtyn drejt parlamentit me 100 mandate që prapë i shërben Ramës. Do bën një reformë pasaj territoriale që prapë do të shërbejë Ramës për të menaxhuar interesat e veta, qoftë në qeverisje, qoftë në centralizimin e pushtetit, qoftë edhe në ndarje e hartës elektorale në mënyrë më të përshtatshme për të. Dhe në fund fare thjesht Berisha po i shërben Ramës për të realizuar atë çfarë ai ka nevojë dhe revolucioni mbetet në letër apo mbetet thjesht në ekrane me molotov falso që nuk vrasin, nuk godasin askënd. Disa ditë më parë, Bashkimi Evropian nuk e meratoi në fakt raportin e Ibarit, që është raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, po duket se Koela më pas si ka dhënë dritën jeshile. Koela është grupi teknik i punës në Këshillin e Bashkimit Evropian. Si e sheti procesin e integrimit të vendit edhe sa do të ndikojë ky vendim i Koelës më pas në përshpejtimin e të gjitha procedurave, sepse shumë u komentuaj që mosmiratimi i raportit të Ibarit do të shtyjë në kohë edhe procesin e integrimit të vendit. Pra, jemi në rrugë të mbarë në këtë rast, apo po flasim për një proces integrimi që për hir të vërtetës mund të tejkalojë 2030-ën sipas deklaratave të zotit Rama, referuar problemeve të shumta që ka vendi? Unë besoj që po t'ishte për aspekte teknike, që do thotë realizimin e kushteve apo kritereve që BE-ja ka për të qenë pjesë e saj, ne do ishim shumë vite dritë larg. Problemi është që, ose e mira në këtë rast, është që BE-ja ka interes të zgjerohet sa më shpejt, për shkak të situatës
gjeopolitike ku ndodhet për shkak të ata kanë përcënimeve që thënë vijnë nga interes pa Rusia. diskutim, po sigurisht që duhet plotësohen disa kritere, duhet ketë absolutisht, duhet të jetë i bazuar në merit procesi i integrimit, paktën ata kanë qenë transparent në këtë deklaratë. Unë mendoj që po t'ishte për merit, ne nuk e meritojmë as t'i afrohemi BE-s, por pra me kushtet ku jemi, ku mjafton themi që dy partitë e mëdha nuk bëjnë zgjedhje brenda partive. Mjafton themi që këtu zëri qytetarit është thuajse zero. Mjafton themi që këtu bëhen ligje sipas qefit. Këtu bëhet kodi penal me idiotësira brenda, ku penalizohet tjetri pse ka parkuar dysh dhe nuk, ndërkohë që parlamenti ofron amnisti Belinda Ballukut për miliona euro tendera. Domethënë, kjo sigurisht që jemi shumë larg. E para, e dyta, ky lloj bashkëpunimi i qeverisë me krimin organizuar, ku ministra, bashkëpunëtorë të afërt kryeministrit janë kapur dhe janë sot në burg për shkak të një reforme të drejtësisë të iniciuar nga ndërkombëtarët dhe me mbështetjen e ndërkombëtarëve, jo me bekimin e zotit Rama. Ku ministra dalin të lidhur me krimin organizuar, ku këtu mjafton të rryesh diku dhe del shteti përfshirë në afera të tmerrshme, sigurisht që ne nuk e meritojmë absolutisht as të shkojmë tek pragu i Europës, jo ty brenda. Por deri tani gjithçka që është bërë në sajt të interesit që Europa ka për zgjerim dhe tani pyetja qëndron deri ku shkon kjo, pra sa është në gjendje Europa të tolerojë për shkak të këtij interesi. Këtë do vlen ta shohim, por që ne nuk i zbatojmë dhe nuk i përmbushim dot ato kritere, unë besoj që për këtë nuk ka dyshim askush. Ose a do të jetë i vlefshëm interesi i Europës deri në 2030 për të përfshirë Bashkimin Evropian Shqipërinë, po. Shiko, paradoksalisht, ky proces i integrimit u hap, pra po risillet tashmë në aktualitet për shkak të një problemi të madh që është Rusia. Pra ne, nëse duhet ja dim dikujt për nder këtë gjë, nuk duhet ja dim politikës shqiptare, përkundër, politika shqiptare është ajo që na ka vonuar, ne duhet ja dim për nder Putinit, i cili duke kërcënuar Europën, na ka krijuar ne kushtet që të përfitojmë nga rastet e TYM-BE. Dhe ne duhet që të përfitojmë sa më shpejt të hyjmë në këtë, sepse nuk është e thënë që këto kushtet jenë gjithmonë kështu. Nesër pas nesër mund bëhet një marrëveshje dhe bie konflikti në Rusi, në Ukrainë dhe gjërat rregullohen. Dhe Europa ndoshta nuk ka më nesër të njëjtin interes për të zgjeruar rreth e saj. Dhe ne mund ta humbim këtë trend. Kështu që do ishte në të mirën e vendit që sa më shpejt të shkohet drejt këtij procesi, në mënyrë që të përfitojmë dhe pastaj të rregullojmë standardet, sepse kështu siç jemi sigurisht që nuk do na pranonin, unë mendoj as në Afrikë, jo më në Europë. E kuptoj, po a janë gati shqiptarët për të hipur në këtë tren Ergys dhe pse majoranca po zgjedh që këtë rrugtim për në integrimin për Bashkimin Evropian po zgjedh ta bëje vetme, pa qenë shumë transparente në raport me atë se çfarë po ndodh me gjithë të proces me qytetarët shqiptar dhe pse jo shumë përfshirëse me opozitën, partitë opozitare, sepse këto të fundit kanë patur shumë ankesa në lidhje me këtë gjë. Sigurisht që e para njëherë Edi Rama s'ka qenë kurrë transparent për ndonjë gjë dhe s'ka pse të jetë befas për këtë. Po ne duhet ta dimë, jemi si qytetar në dijeni të kësaj gjëje që po ndodh dhe a është kjo në interesin ton, pra sepse mund të ndodhë që kjo mund mos jetë në favor të qytetarëve shqiptarë në kushtet që ndodhen ekonomike edhe të gjitha të tjerat. Sigurisht që po, është elementare, është detyrimi i qeverisë për të qenë transparent gjithçka që bën, aq më tepër pastaj për çështje shumë sensitive, siç është çështja e integrimit. Por Edi Rama s'ka pyetur për këto. Edi Rama gjithmonë ka qenë një lider autoritar, një lider totalitar në mendësi, i cili mendon që mjafton vullneti i tij për qeverisur dhe nuk ka detyrim as për transparencë, as për të llogaridhënie. Tani ky lloj qëndrimi, Ergys, ndjesje të ndërpres, është thjesht për të treguar nesër që kjo është merite jona dhe e bëm ne, siç dëgjojmë sot pas shumë vitesh opozitën që ne ju futëm në NATO në kohën që drejtonim Shqipërinë ato vite. Domethënë për këtë po bëhet e gjithë kjo gjë apo ka prapavije të tjera? Jo, unë besoj që Rama kërkon të fshehë gjithë problemet që ka, duke qenë transparent, ai do ekspozoj problemet dhe kërkon që këto probleme të mos diskutohen publik. Kjo është për mua arsye e parë. Pastaj sigurisht Rama do ta përdor këtë, nëse do arrijë ndonjë sukses, si kapital politik për të thënë që unë e futa vendin në Europë. Ashtu siç Berisha sot përdor si kapital politik duke thënë që unë futa vendin në NATO.
Në fakt, e vërteta është që asnjë prej tyre nuk ka ndonjë merit në këtë proces. Ne jemi në NATO për shkak se NATO kishte nevojë për zgjerim dhe donte të na kishte ne brenda saj, jo se ushtria jon sjell ndonjë kontribut në NATO, përkundrazi mund të jetë më shumë do të kërkojë se do jap në NATO, por po kështu dhe në BE. Domethënë nuk është nëse do integrim, nuk do jetë fare merit e Ramës, pavarësisht se të dyja palët trumetojnë meritat dhe spaletat për veten e tyre. Gjithsesi, pse Rama nuk bashkëpunon me opozitën? Sepse vetë opozita ka hyrë në një ngërsh tashmë. Pra, opozita ka dy probleme. Një, duke trumbetuar faktin që Berisha na futi në NATO, po shtyn drejt atribuimit të meritave të Ramës për integrimin në BE. Dhe Rama sot thotë që unë po ju çoj në BE. Ashtu siç ky thotë, pra me të njëjtën logjik i përgjigjet Rama. E para, e dyta pastaj, Berisha duke pasur interesin e vet për të prodhuar një konfliktualitet që nuk ekziston, sepse vetëm kështu ai mund të mbajë gjallë shpurën e njerëzve ekstremistë që e rrethojnë, atëherë Berisha vetë e ka të vështirë që të bëhet pjesë e këtij procesi, sepse do t'i duhet të bashkëpunojë me këtë qeveri. Berisha t'i duhet të prodhojë psikozën e gjendjes së zakonshme brenda partisë tij. I duhet të prodhojë psikozën e armikut, psikozën e të qenit i rrethuar dhe ne çajm bllokada, njësoj si në kohën e komunizmit. Dhe kjo sigurisht jep pengon drejt proceseve të integrimit. Kështu që Berisha me rrugën që ka zgjedhur ja ka dhënë të gjithë kostot, gjithë faturën e meritave, gjithë themi vlerat për procesin, ja ka dhënë qyl Ramës që t'i gëzojë dhe trumbetoj si sukseset vetat personale. Ergys, shumë faleminderit për bisedën, analizën, gjithmonë kënaqësi dhe i mirëpritur. Kënaqësi gjithashtu. Mirë, ishim me pedagogun Ergys Smërtiri në këtë bisedë. Shumë faleminderit që na ndoqët.